po të flasim vetëm me relacionin e dekretit, më falni që po qesh, po është për të qeshur ndonjëherë kur mendon që ai që mbahet si roja i parë i kushtetutës, të bëj argumentime dhe relacione duke këshilluar gjykatën kushtetuese dhe duke i thënë shiko, unë po ta sjell të dekretin se ti nuk je kompetente po të vi ankimi. Këto janë supozime jo vetëm jo ligjore, po janë dhe supozime shumë qesharake. Ti do mbash vendin tënd që takon, do bësh dekretin. Unë, si gjykatë kushtetuese, do e vlerësoj. Është dekreti jot në rregull apo jo? A është kompetente apo jo gjykata kushtetuese të vlerësoj ankimimin e kryetarit të bashkisë? Është gjykata kushtetuese që e merr këtë vendim. Nuk e orienton ti si presidenti i Republikës. Ti maksimumi mund bësh kërkesë me këshilltarët e tu dhe thuaj gjykatës kushtetuese, kërkoj të shpallni mos kompetencën. Por këtu gjykata kushtetuese ka duart e lidhura, sepse gjykata kushtetuese deri më sot që flasim ka gjykuar 4 ish kryetar bashkish dhe do të thotë që jurisdiksionin a priori e ka marrë, e ka quajtur kompetencë të vetë në shkarkim në një kryetar i bashkie. Për këtë arsye, mua më duk jo profesionale, jo etike, nga zyra e presidentit të Republikës reagimin ndaj gjykatës kushtetuese.